بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Falenderojmë Allahun e madhruar, prej t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, Allahu Jalla Jalaluhu prej begative të panumërta që i ka dhënë njeriut është edhe begatia e Islamit. Është begatia e fesë e Allahu Jalla Jalaluhu, me të cilën Allahu Jalla Jalaluhu na ka mundësuar neve që përmes saj ta njohim Zotin, ta besojmë ashtu siç e kërkon Allahu Jalla Jalaluhu, sepse në këtë dynja pak janë ata njerëz të cilët nuk besojnë në diçka. Pak janë ata njerëz të cilët nuk besojnë në diçka. Dhe atë që e beson e konsideron të shenjtë, dhe e konsideron hyjni, dhe e konsideron Zot. E kur i sheh ata njerëz të cilët adhurojnë zota të ndryshëm dhe sakrifikojnë për ta, dhe në fund mundi i tyre shkon buq, me të vërtet pastaj ti duhet me qenë falenderues i madh ndaj Allahu Jalla Jalaluhu, i cili të ka zgjedhur tyje nga gjithë njerëzimi dhe të ka bërë pjesë e atij karavani, e atyre njerëzve të cilët e njohin Zotin, e besojnë Allahun Jalla Jalaluhu, i përulen Allahu Jalla Jalaluhu, i binë në sejdë Allahu Jalla Jalaluhu, dhe janë të bindur dhe të paluhatshëm dhe të paluhundur në atë që e besojnë. Islami, feja e zgjedhur nga Allahu Jalla Jalaluhu, e vetmja e pranuar tek Allahu Jalla Jalaluhu me tekst kuranor, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dhe vërtet feja e pranuar tek Allahu Jalla Jalaluhu është Islami. Islami të cilën ne e adhurojmë Allahun Jalla Jalaluhu përmes saj, nuk është fe që ka lind me lindjen e Muhamedit apo me pejgamberllokun e Muhamedit a.s. Ndoshta shumë njerëz kanë këtë keq kuptim në çështjen e Islamit. Mendojnë se Islamin e ka prue edhe Islami është shfaq kur herë të parë, atëherë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi, që Allahu Jalla Jalaluhu ka dërguar pejgamber për gjithë njerëzimin. Realiteti është se Islami është fe qysh me njeriun e parë në këtë sipërfaqe të tokës, me Ademin alayhi salam. Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an ka përmend
popull të mëhershëm dhe ka përmend pejgambert e mëhershëm, të cilët po ashtu kanë qenë musliman. Dhe nuk ka ndonjë pejgamber që e ka dërguar Zoti prej njeriut, prej pejgamberit parë deri tek i fundit, përveç se e ka dërguar me Islam, me fenë Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj Islami nuk është diçka e re, nuk është diçka e shpikur nga vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në realitet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është një hallkë e fundit e kësaj feje, e këtyre pejgamberëve që Allahu xhalla xhelaluhu i ka dërguar. Dhe me dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xhelaluhu e përfundon pejgamberllokun, do mbyllet periudha pejgamberllokut në njerëzimin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam quhet edhe vula e pejgamberëve, sepse as nuk guxojmë besojmë që ka pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu Allahu xhalla xhelaluhu e ka përmbush dhe e ka përmbyll Islamin me gjitha dispozitat dhe me gjitha rregullat, me përfundimin e shpalljes që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Thot Allahu, sot u aplotësova juve begatit e mia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, u aplotësova juve fen, u atmamtu alaykum ni'mati, dhe kam plotësue begatit e mia ndaj jush, wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam i kënaqur që për ju të jetë fe Islami. Dhe jam razi, Allahu xhalla xhelaluhu thot që për juve të jetë fe Islami. Kur e shfletojmë Kur'anin, shohim se Allahu xhalla xhelaluhu fjalën Islam, e që në kuptimin e përgjithshëm në kupton në nështrim ndaj Allahu xhalla xhelaluhu, e ka përdor edhe tek pejgamberët e mëhershëm, edhe tek besimtarët e mëhershëm që Allahu xhalla xhelaluhu ka dërguar pejgamber tek ta. Allahu kur flet për Nuhin alayhis salam, tregon Allahu fjalët e Nuhit alayhis salam që ju ka drejtuar popullit vet dhe ju ka thënë kështu: "Wa umirtu an akuna min al-muslimin." Dhe jam urdhëruar që të jem prej muslimanëve. Dhe jam urdhëruar që të jem prej muslimanëve. Ndërsa për Ibrahimin alayhis salam, Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Dhe kur Allahu xhalla xhelaluhu i tha Ibrahimit, të jesh musliman, në nështroju Allahu xhalla xhelaluhu, shka tha Ibrahimi alayhis salam? Qala aslamtu li rabbil alamin, unë ju në nështrova Allahut dhe jam prej muslimanëve. Ndërsa Allahu xhalla xhelaluhu tregon për Musa'in alayhis salam që ju ka drejtuar popullit vet dhe i ka thënë kështu: "Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin." O populli im, nëse jeni nga ata që besoni në Allahun xhalla xhelaluhu, vetëm atij mbështetni ju. Vetëm atij mbështetni ju. In kuntum muslimin, nëse jeni prej muslimanëve. Do t'i paska qujt Musai alayhis salam
besimtarët e tij me termin që ti quhesh me to. Do thot me termin musliman, me termin islam. Ndërsa Allahu Gjelle Gjelalu thot por Isaun a.s. Wa idh auhajtu ila al-hawarijina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna billah qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dhe kur i shpalli Allahu Gjelle Gjelalu tek havarinjët apo apostujt apo nxënësit dhe ndjekësit e Isaut a.s. besimtarët e Isaut a.s. Kur ju shpalli atyre që të besoni në Allahun dhe të besoni në pejgamberin që e ka thënë Allahu, në Isaun a.s. çka than? Qalu amanna, than besuan. Washhad bi annana muslimun. Dhe dëshmo o Zot se na jemi prej muslimanëve. Pastaj Allahu Gjelle Gjelalu tregon edhe një tregim tjetër në kohën e Sulejmanit a.s. Tregimi ngjarja e Sulejmanit a.s. me Belkizën, mbretëreshën e një populli, një vendbanimi sebe. Kur ndëgjon Sulejmani a.s. mbret i asaj kohe Sulejmani a.s. kur i vjen haberi, lajmi që dikun si përfaqe La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Prej gjinve, prej shpesve, prej ashtu qysh ka qeni dallum Sulejmani a.s. që Allahu ja ka nështru gjitha krijesat atij. Me njerëz, me gjin, me shpez, me gjitha. Edhe kur e pa madhështin kjo mbretresha, kur e pa madhështin e Sulejmanit a.s. dhe fronit të tij dhe sundimit të tij, nuk pat ka t'ja mbaj vetëm se ti dorëzohet dhe ta kuptoj realitetin. Inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulejmana lillahi rabbil alamin. Tha unë i pas na bo zullom vetës, që njerëzit i pas na devijue në çështjen e adhurimit, që i pas na urdhnue me adhuru diellin deri në këtë kohë, thot i pas na bot pa drejtësi vetës, wa aslamtu ma'a Sulejmana lillahi rabbil alamin, dhe unë i dorëzohem apo bana musliman qysh është Sulejmani a.s. dhe i dorëzohena Zotit të botrave. Pra, gjitha këto argumente, gjitha këto fakte historike që i shënon Kur'ani të ndëruar vëllezër, tregojnë se Islami është fe e gjithë pejgamberëve të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dhe për këtë arsye, ne si besimtar nuk guxojmë në asnjë mënyrë me thonë besojmë Muhamedit e nuk besojmë njënin prej pejgamberëve. Sepse nëse e ke besu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e ke mohu njënin prej pejgamberëve, jo krejt, po tham, njënin prej pejgamberëve, do të ti nuk llogaritesh musliman. Nuk llogaritesh besimtar. Andaj do të thotë, kjo fe që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka zgjedhur për neve të nderuar vëllezër, është do të thotë vazhdimsi e asaj që e kanë pas pejgamberët e Zotit më herët. Dhe besimtarët e pejgamberëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu, gjithë muslimanë, gjithë ju ka nënshtru Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj do të me qenë ti krenar që je në këtë karavanin e asaj loze, e asaj raje, prej njeriu të parë e deri në këto momente
i njëjti me fenë e njëjtë me nënshtrimin ndaj Allahu Gjelle Gjelalu, që je musliman dhe i dorëzohesh dhe i nënshtrohesh Allahu Gjelle Gjelalu. Për këtë arsye, Allahu Gjelle Gjelalu të nderuar vëllezër ka kërkuar prej pejgamberit në rend të parë, prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe prej neve gjithve si besimtar, që të marrmi model dhe shembull pejgamber të Zotit. Shëmbëltyr në jetën tonë me qenë pejgamber të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu thot në Kur'an: Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih. Të tillët janë që Allahu i ka udhëzuar, dhe ti merr model dhe merr përmësim për shembulltyr udhëzimin e tyre. Kush janë ata të tillët që i ka udhëzuar Allahu Gjelle Gjelalu? Para këtij ajeti, ky ajet në gjendet në kapitullin Al-An'am, para këtij ajeti të ndëruar vëllezër, Allahu Gjelle Gjelalu radhit një varg emrash të pejgamberëve të Zotit. Duke filluar me Ibrahimin si tregim, pastaj do thot me Nuhin a.s. dhe i rendit 18 prej pejgamberëve të Allah në këto 3-4 ajete. Wa kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyati Daud wa Sulejman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa Sulejman. Këta emrat e pejgamberëve i rendit Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe në fund të kësaj renditje që e bën të këtyre pejgamberëve, po i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po i thot: Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih. Dhe të tillët janë ata që i ka udhëzuar Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe mësim dhe shembull dhe model meri këta që i ka udhëzuar Allahu. Nevoja e njeriut për me marrë shembull dikon që është më i mirë se ai është gjithmonë. Mirë po sidomos në kohën e krizave, në kohën kur fillon njeriu ta humb identitetin e tij dhe ta humb modelin e tij dhe shembulltyrën e tij, kur njeriu gjendet në udhkryq dhe nuk din se ka ta ketë model për jetë dhe shembulltyr për jetë, kur njeriut apo të riut, sidomos dhe të rejës, i afrohen do thot modele dhe shembulltyra të falsifikuara, të rrejshme, të cilat do thot shembulltyra që e dërgojnë në humner dhe në shkatrim dhe në dekadencë dhe në devijim, është mëse e nevojshme që njeriu të orientohet dhe besimtari të orientohet në atë që Allahu Gjelle Gjelalu na ka porosit të marrë udhëzim, shembull dhe model në jetën tonë. Ata janë pejgamber të Allahu Gjelle Gjelalu, njerëzit më të mirë që kanë ecë mbi sipërfaqen e tokës. Allahu Gjelle Gjelalu nga gjithë njerëzimi i ka zgjedhur do thot një kategori të njerëzve më të mirë, e ata janë pejgamber të Allahu Gjelle Gjelalu. Fabihudahu muqtadih. E Allahu po thot dhe me udhëzimin e tyre ta kesh ti program tani në jetë, model tani në jetë. Dhe kjo në shumë fusha dhe në gjitha fushat e jetës, në çështjen e dijes, të kesh model dhe shembulltyr pejgamber të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Në kërkimin e dijes, të kesh shembulltyr pejgamber të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Njerëzit që më të dishëm sipërfaqen e tokës kanë qenë pejgamber të Zotit. Njerëzit më së mirit dhe më së shumti që e kanë njoftë Allahun Gjelle Gjelaluhu, krijuesin e tyre,
dhe kanë ditë krijuesin e tyre janë pejgamberët e Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an përmend të dijen e pejgamberëve në disa raste, që neve të na nxit në këtë që pejgamberët e Allahut janë shëmbëltyra për neve në çështjen e dijes dhe në çështjen e kërkimit të saj, nxënjes së saj, praktikimit të asaj që mësojnë. E tregon Allahu xhalla xhelaluhu fjalët e Ibrahimit alayhis salam kur ju ka drejtuar babës vet dhe i ka thonë: ja abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. O baba jem, mua më ka ardhur diçka nga dia e Zotit, nga shpallja e Allahu xhalla xhelaluhu, sepse dia më e madhe në sipërfaqen e tokës është shpallja e Allahu xhalla xhelaluhu. Inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Mua më ka ardhur diçka nga dia që ti nuk e ke ato. Fattabi'ni, pasom mua, ahdika siratan sawiya. Unë do të udhëzoj tyje në rrugën e drejtë. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu për Jakubin alayhis salam: wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu. Dhe vërtet ai ishte një njeri i dishëm, një i ngritur në dije nga ajo që ne jam mësuar atij. Thot Allahu xhalla xhelaluhu po ashtu për Jakubin alayhis salam kur ju drejtue bivet vet, në fund të gjithë asaj ngjarje që ka ndodhur, qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. A nuk ju kam thënë juve se unë di diçka nga Allahu që ju nuk e dini? Andaj pejgamberët e Zotit dinë diçka që na nuk kemi ditë, as nuk dim. Andaj merre për mësim dhe pasim mësimet e pejgamberëve të Allahu xhalla xhelaluhu në jetën tonë, sepse të mësojnë ata që ti nuk e din hiç. Ata që kush nuk ka mundësi me ta mësue në dunjë, përveç pejgamberi Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi në një rast ju drejtue shokëve të vet dhe ju tha: fa wallahi inni la a'lamuhum billahi wa ashaddu lahu khashya. Pasha Allahun, në një rast kur ndodhi, kur dashtë ndodh, do thot me i bë do veprime, me ngarku veten shumë, tu mendue se pak po bojnë prej ibadetit, me stër ngarku veten e tyre, pejgamberi dul dhe ja ndaloi. Dhe ju tha: fa wallahi inni la a'lamuhum billah. Pasha Allah i tha: unë e një Zotin ma mirë se krejt. Unë di për Zotin ma mirë se gjithë ju që dini. Wa ashaddu lahu khashya. Dhe ja kam frikën më shumë të Allahut, më shumë se gjithë tjerët ja kam frikën Allahut. Mirë po është një mesatare që duhet ta ndjek besimtari, edhe në çështjen e adhurimeve, edhe në çështjen e fesë. Kjo dije e pejgamberëve të Allahu xhalla xhelaluhu ka prodhue te këta disa veçuri që janë ndalluar pejgamberët e Allahu xhalla xhelaluhu me ta. Andaj nëse ti e kërkon dijen, nëse ti merr mësimet e pejgamberëve të Allahu xhalla xhelaluhu, merr model ata në dije, në nxënien e dijes, ki me prodhue në veten tënde diçka që tjerët nuk kanë. E para është madhërimi i Allahu xhalla xhelaluhu. Madhërimi i Allahu xhalla xhelaluhu. Ja din kimetin Zotit. Ja din vlerën Allahu xhalla xhelaluhu. Kur ja din vlerën Allahu xhalla xhelaluhu, ki me adhurue shumë më mirë. Sepse nuk ka mundësi me ngriti çështjen e adhurimit në nivel të lartë nëse ki pak njohuri për Zotin. Këto do të shkojnë lidhen njëna me tjetrën. Sa më i dishëm ti jesh për Zotin tënë, sa më shumë njohuri që të kesh për Zotin tënë,
aq ma shumë të çtohet dashnia ndaj Zotit. Aq ma shumë të çtohet madhërimi i Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe e njeh Zotin me emrat dhe me cilësitë e tij. Nuhi alayhis salam në tregimin e përmbytjes së tufanit, përmbytjes së jo besimtarve në kohën e Nuhit alayhis salam dhe shpëtimit të Nuhit alayhis salam me besimtarët e tij, i cili hypi mbi anijen të cilën Allahu e kishte inspiruar dhe shpall që ta ndërtoi këtë anije, dhe i pari i cilin si përfaqen e cokës ka ndërtuar anije ka qenë Nuhi alayhis salam. Dhe kejt njerëzit pastaj e kanë marrë dijen prej Nuhit alayhis salam në ndërtimin e anijes. Dhe në mu mësue qysh me lëndrue për mi deti. Qysh me ulltue në për deti. Këta e kanë mësu prej Nuhit alayhis salam. A peshe? Sa mësan njeri prej pejgamberve të Allah, prej mësimit të tyre, prej dijes që Allahu ja u ka dhënë atyre, wa auhajna ilaihi an isna'i al-fulka bi a'yunina wa wahyina. I shpallëm Nuhit alayhis salam që ta ndërtoj anijen në mbikëqyrjen tonë, me urdhrin tonë dhe në mbikëqyrjen tonë. Mos tishim mësimet e Zotit, asaj s'kish ditë me ndërtue, se s'ka pa ma herët. Amo Allahu xhalla xhelalu e ka mësu, ka thonë kështu ndërtoje. Meri këto gjana dhe punoje. Edhe e ka ndërtue anijen. Nuhi alayhis salam kur ka ndodhur përmbytja, njëri prej djemve ti nuk i ka besue. Para se kur ka ardhur ai momenti gati se munda çështjet, do munda e mira nga e keqja, Nuhi alayhis salam ju drejtue djalit vet dhe i tha: "Ja bune yerkemana." Tha: "O birim, hajde me neve në anije, se për ndryshe s'ka shpëtim. S'ka shpëtim në sipërfaqen e tokës." Urdhri i Allahu xhalla xhelalu, mas 950 viteve si pejgamber. Nuk po besoj njerëzit, e meritun dënimin e Allahut, e pi thot Nuhi alayhis salam, tha: "Hip me neve në anije, ndesh me shpëtue, beso mua. Se awi ila gjebeli jasimuni min alma." Ajo logjika e njerëzve që kur t'ju thujsh ti, kur t'ja dëjsh të mirën, edhe t'i thujsh ti që kjo është e mira, që shtu du t'me hecë, që kënej du t'me shkue, ajo logjika e njeriut është se une e di ka jamoj. Mos më kallëzoti mua, unë di ka shkoj. Shka i tha djali Nuhit alayhis salam? Se awi ila gjebeli jasimuni min alma. Tha: "Unë ka me hyp me një kodër, e që atje ujë s'ka me mërije. Nalë shumë." Kale: "La asim el jaume min amrillah." Tha: "Nuk ka shpëtim sot nga ajo që ka urdhëruar Zoti. Nuk ka kush me pështue, edhe që ati nalë ka me mri ujë, po hajde me neve." E rëndësishme, masi që u fondos djali i ti, Nuhi alayhis salam nga dhimbja e madhe e vlat. Pjesë e shpirtit tina, e zemrës tina, e copet tina. Çka ju drejtue Allahu xhalla xhelaluhu? I tha: "Wa qala Nuhu Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin." Tha: "Zot, tha çaj djali që shkoj me ata të këqit, edhe u fundos, edhe u përmbët, ajo është djali jam. Ti e din ma mirë." Sigur dënte me i thonë, do thot, a ka nej tolerancë pa në këtë gjonë? Po nuk i tha, dhe këtu do thot shihet, dhe kur e nje Zotin mirë, edhe qysh i drejtohër Zotit. Nuk i tha Nuhi alayhis salam: "Allahu xhalla xhelalu wa anta arhamur rahimin." Ti je i mëshirshëm. Ti duhet me bëj këta se je i mëshirshëm, ti vetë ka thonë ja i mëshirshëm. Ama në këtë rast është çështja mu gjyku senet, mu nda gjanat. I tha: "Wa anta ahkamul hakimin." Ti e gjykat si ma i mirë. Unë po mendoj qështu, ama ti gjykon ma mirë.
Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Tha, o Nuh, tha ai vërtet është djali jot, ama nuk është prej pasuzve tu. Nuk është prej familjes tane, qëllimi prej besimtarve që ti ke pas. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Tha, po të këshilloj që mos më qas asaj që nuk ki dije, nuk ki njohuri. Edhe të këshilloj që mos bash prej atyre njerëzve ignorant, edhe mos më i di gjanat. E rëndësishme, Nuhi a.s. nuk i tha ti e maj më shirshme, se në këtë rast do thot, po kërkohet një gjykim i drejtë, po e zgjodhi Nuhi a.s. shprehjen adekuate për momentin e caktuar, wa anta ahkamul hakimin, ti e ai që gjykon. Ti e din, do thot çysh gjykon dhe gjykimi yt është i drejtë dhe absolut, unë nuk përzihem në atë. Dhe përfundoi tregimin. Dija ndaj Allahu xhalla xhelal, apo pasimi i pejgamberëve në çështjen e dijes, në mësimet që i kanë marrë nga Zoti, gjithashtu i jep besimtarit fuqi në respektim dhe në madhrimin e Allah dhe në kryerjen e obligimeve të Allahu xhalla xhelal. Ban më të fortë me iman. Ban më të fortë në bindjen në Allahun xhalla xhelalu. Ban më të fuqishëm në përballimin e sfidave të ndryshme, sepse mësimet e pejgamberët e Zotit kanë kaluar në për ato sfida. Ju kisha lu xhamat mos i mbyllni mos i bllokoni dyrt atë. Lëvizni pa mos i bllokoni dyrt, ka mundsi dikush me him rana me dal në alt, ka vën halon alt. Ju kisha lu mos i bllokoni dyrt atë. Lirone deri bilala në çelkë. Lirone dyrt, do t'jep mësimet e pejgamberit t'japin një fuqi në jetë, një fuqi të imanit, të adhurimit të Allahu xhalla xhelalu. Allahu xhalla xhelalu kur ka folë për pejgamber të Zotit ka thonë ulil ejdi wal absar, ka thonë të fuqishëm dhe njerëz që shohin larg, njerëz që i shohin gjanat herët. Pse këta pejgamber të Zotit? Për arsye se mësimet i kanë marrë nga Zoti. Nëse ti do të më kanë largpams në jetën tënde, nëse ti do më kanë i fuqishëm në jetën tënde, merr mësimet e pejgamberëve të Allahu xhalla xhelalu. Merr dijen që ja u ka dhënë Allahu xhalla xhelalu atyre. Një tjetër shembulltyr që duhet ta ndjekni nga pejgamberët e Allahu xhalla xhelalu është shembulltyra në moralin e tyre, në sjelljen e tyre, në raportet e tyre me Zotin, në raportet e tyre me njerëzit, me besimtarët e tyre, me dashamirët e tyre, me shokët e tyre, në raport me njerëzit në përgjithësi, në raport edhe me armiqtë e tyre, në raport edhe me ata që i kanë kundërshtuar ata. Nuk ka njerëz më të ngritur në aspektin moral se sa pejgamberët e Allahu xhalla xhelalu. Dhe Allahu xhalla xhelalu përshkruan ahlakin, moralin e pejgamberëve në Kur'an shumë. Pse e përshkruan kaq shumë të nderuar vëllezër, që të jenë shembull dhe model për neve në jetën tonë. Kur ka folë për Ibrahimin a.s. Çka ka thonë? Inna Ibrahima la awwahun halim. Ibrahimi a.s. është awwahun, njeri i kthyeshëm, njeri që i vjen keq për njerëzit tjerë, njeri që e sakrifikon vetën për të tjerët, njeri i cili ja dëshiron të mirën të tjerëve, që kjo awwahun, njeri që don mu djeg për të tjerët, vetëm me ju afru pak dritë të tjerëve. Kishte morali Ibrahimit a.s. Kishte ahlaki i tij, halim, i urtë, i butë, i sjellshëm. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregoi këtë edhe praktikisht me popullin e vet në momentin kur e çliroi Mekën.
prej një situate para 13 viteve, kur ai shpërngullet dhunshëm nga vendlindja e tij, kur ai detyrohet pas shumë torturave dhe pas shumë dhunave që ushtruan mbi ta, detyrohet ta lëvë në lindjen, e kur e la ju kthye dhe i tha, oj Mekë ti je më e dashura për mua, po mos më pas nxjerr njerëzit prej ty e kur s'kisha dal. Mas 13 viteve munges nga vendlindja, kur u kthye si çlirimtar, si burr shteti, me një ushtri të madhe, dhe kur u kthye në Mekë, hyri në Mekë, dhe kishte ende njerëz që e kishin luftuar, e kishin kundërshtuar, sa që shkuan edhe u mshefun në për shtëpijat e tyre, që mos mu taku me Muhamedit, se ndoshta hakmer ndaj neve. Në këto momente kur hini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju drejtua dhe ju tha, çka mendoni që unë do të bëj me juve? Normal njeri kur t'je në zarë, nuk i thot edhe me ta pasi nati, nuk thot ti je i kesh, ti je kon kështu, ti kështu, ti na ke shkatruhe, ti na ke bo, po fillon me livdue, se tash është momenti ti në nështrimit, momenti mos po pështon diçka, edhe fillon me livdue, e livdun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I tha ti je fisniku, i biri fisniku, dhe kështu me radhë, nuk kem pas të keqe kur prej teje. Idhhebu fe antumu tulaka, tha shkoni, tha kejt jeni të lirë, kejt jeni të lirë. Do të thotë butësia e njeriut tregohet në ato momente kur ka mundësi me qenë i vrashtë, ama e shfrytëzon butësi. Jo në ato momente kur do të thotë butësia bëhet për shkak të disa imponimeve tjera. Kjo nuk quhet butësi reale. Butësi reale është kur ti mundesh me shfrytëzue vrasësinë tënde edhe drejtën tënde për mu hakmar, mirë po ti do thotë e zgjedh të kundërtën, e zgjedh butësinë, edhe kjo është do thotë atë për të cilën e ka përshkruar pejgamberi të Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu e praktikisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veproi do thotë me popullin e tij. Po ashtu tregimet e Hudit alayhis salam të tilla janë në Kur'an, tregimet e pejgamberëve tjerë, butësinë që e kanë përdorur me popujt e tyre. Ja qaum, o popullin, kjo është thirrje e butë. As nuk ju ka thonë pejgamber të Zotit njerëzve, o ju që na kundërshtoni vazhdimisht, o ju armiq, o ju njerëz të këqij, o ju dreqën që shë përdorin dikush. Jo, ja qaum, o popull, o njerëz të mi, ju jeni të mitë. Unë du të më ju nxjerr juve prej kësaj errësire. Kjo është butësia e pejgamberëve të Allahut xhelle xhelaluhu. Jusufi alayhis salam, e dini tregimin e tij, ngjarjen do thot prej fëmirisë, do në hedhja në bunar nga vëllezërit e tij, intrigat dhe mashtrimet që ja bën, ndredhijat që ja bojnë, e largun nga prindrimi, e largun do thot nga baba dhe nana, u rrit do thot në një vend të panjohur për të. Në fund këtë kur u taku me vllaznin e vetë dhe dul shesh intrigat dhe mashtrimet e tyre, qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum, tha nuk kemi çka mu marr sot me juve. La tathriba, mos e ndini vetën as pak gjunaçar, para meje. As pak mos e ndini vetën fajtor. Yaghfiru Allahu lakum. Drejtoni ju Allahut, e Allahu fal shumë. Sa më përket muhe, e keni të falur gjithë ata që keni vepruar me muhe. Kjo është do të thotë mësimi i pejgamberëve të Allahu xhelle xhelaluhu. Modeli i tyre që na vjen të ndëruar vëllezër në jetën tonë. Pastaj mëshiran që e kanë treguar pejgamberët e Allahut me popujt e tyre, dhe mëshmërinë që e kanë pas ndaj popujve të tyre, harisun aleikum ma anittum,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allahu I ka thënë pejgamberit, ju ka drejtuar njerëzve, ka thënë juve ju ka ardhur një pejgamber. Është shumë I kujdesshëm për juve. I vjen keq për veprimin që e bani ju. I vjen keq I dhimbni. Ndërmshmëria ka qenë do thot morali pejgamberve. Mëshira ndaj njerëzve ka qenë morali pejgamberve të Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj butësia, urtësia, thjeshtësia në jetën e tyre janë gjitha mësim për neve. Besnikëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe atëherë kur nuk ka qenë pejgamber, e më shumë kur ka qenë pejgamber, na jep neve një mësim të madh në jetën tonë çish duhet me qenë besimtari, besnik, njeriu I drejtë. Pastaj morali I pejgamberve në raport me prindit e tyre, në raport me pastaj në raport me evlat e tyre. Dhe ngjarjen më të mirë në këtë rast e kemi ngjarjen e Ibrahimit a.s. I cili Allahu ka përshkruar raportin e tij me prindin e vet në suratu Maryam, që nuk kemi hapësirë ne ta shtjellojmë, dhe gjithashtu ka përshkruar raportin me evladin e vet. Do në dy situata. Ti ose ki me qenë prind, ose ki me qenë fëmijë I prindit. Nëse ki me qenë prind, atëherë do thot raporti ju çish është me evladin tënë. Po nëse je evlad, raporti ju çish është me prindin tënë. Që të mësim të jap shumë në mënyrë të detajuar dhe në mënyrë shumë precize dhe shumë të shkëlqyeshme Allahu xhalla xhelalu në Kur'an. Do të thotë debatin që ka pas Ibrahimi a.s. me babën e vet, me fjalë që ju ka drejtuar Ibrahimi a.s. babës vet, me fjalët e dëmshmërisë, me fjalët e butësisë, me fjalët e rahmetit, me fjalët e asaj që duhet të ekzistojë dhe të funksionojë raport prind edhe fëmijë, dhe gjithashtu tani në anën tjetër Ibrahimi a.s. tash si prind, jo si evlad, ngjarja e Ibrahimit a.s. me Ismailin, që do thot shënon edhe festën e Kurban Bajramit, që e kemi shpjeguar këtë në Bajramin e kaluar, do thot raportet, bisedën që e ka pas Ibrahimi a.s. me Ismailin, në momenti kur Allahu xhalla xhelalu I thot Ibrahimit a.s. ti duhet me therr kurban djalin tan, e pastaj do thot konsultimin që e ka bëu Ibrahimi a.s. me Ismailin, me këshyr jo në mënyrë të prerë, kështu ka ardhur në Zotit na duhet me zbatue, jo. I ka thonë ja bunay undur madha tara. Inni yara fil manami anni yadhbahuka fandur madha tara. Ka thonë unë po shoh në ëndër këtë urër Zotit, e ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. E ka thonë ti çka po ta merr mendja. Kjo është një mësim I madh për neve të nderuar vëllezër që na jap në jetën tonë. Çish duhet me qenë raporti? Ti nëse je evlad me prindin tën, po edhe nëse je edhe evlad, po edhe prind në të njëjtën kohë, e kije shembulltyrën më të mirë në jetën e Ibrahimit alayhis salam. Pastaj do thot butësia, e pastaj do thot thjeshtësia, modestia në momentet e idhnimit, në momentet kur dikush t'idhnon, çish do të mos sjell ti? Ardhi njëri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kapi për gjybe dhe e tërhoqi. Edhe ja la shaj këto, vija la në qafën e tij. I dhimbti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ato tesha që I kanë pas atër nuk kanë qenë të pamukit sikur tash, po kanë qenë shumë të vrashta. Edhe ja la shaj pejgamberit e ngrej, tha Muhammed, tha ti du të më mdhon mua çka të ka dhënë Zoti. Pas një lufte që ndodhi do dhe plaçkat e luftës, tha mos e më shef për vete, ti mu du të më mdhon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye dhe buzëqeshi, tha jepni ato që po e lyp.
Jepni ata që po e kërkon. Në një rast tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fisnikëria e tij, dordhania e tij, njëri prej njerëzve shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kur e pa pejgamberin që ka nevojë, nuk i lypi asgjë pejgamberit, mirë po pejgamberi ja dha një tufë me dele. Edhe këtë gjatë rrugës të shkue, o bo musliman gjatë rrugës të shkue, ej, shkoni te Muhamedi se ai është njeri që s'po ju tut ke fukarallokët. Ai është njeri që po jep kjo dhe s'po ja nike hiç. Të ndëruar vëllezër, kjo temë, mësime që duhet të i marrë nga pejgambert e Allahut është temë e gjanë. Ka qenë parapame që të flasim pak edhe për disa rregulla të kurbanit, mirë po koha nuk na premton më shumë. Do thotë po e përfundojmë pasi që është veç ka filluar, ka hyrë koha e namazit të Bajramit. Ne po e përfundojmë me kaq, duke lutur Allahun xhelle xhelalu që të na udhëzoj në rrugën e drejtë. Na bëj prej atyre që marrim mësim nga jeta e pejgamberëve të Allahut xhelle xhelalu. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë moralin që e ka pas, i pi thot Allahu xhelle xhelalu fa bi hudahu muqtadi, merr mësim prej atyre që ju kanë para teje, e çka mbetet për neve, do thot që bjen morali jon, bjen sjellja jon, raportet tona do ndopsohen, e lusmi Allahu xhelle xhelalu që na bëj prej atyre që marrim mësim dhe i kemi shembulltyr në jetën tonë të zgjedhurit e Allahut nga njerëzimi e që janë pejgamberët e Allahut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu